Gjarodhës, Selamu Aleikum, o gjëndëruar, desha të pës në lidhje me duan, cila është mënyra më mirë për të lutër që duaja të pranohet, në cilin kohë është me vleshme duaja, cili është vendi më i mirë për lutje, dhe a ekziston dhe një dua e veçantë që e shpejton pranimin e duas, Allahu ju shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka qaq shumë pyetje që për gjithë secilin është shumë vështirë, me thonë se ku në cilat pranohen duat ka shumë, vene në cilat pranohen duat ma veçantë ka shumë, edhe format e duas ka shumë, por ne përmendëm vetëm formën e duas. Për asaj që e ka përmend edhe Ibn Kathiri, edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija dhe të tjerët, forma më e mirë e duas, duke i hek pengesat e tjera që kanë në hadith, me pas ushqimin halal, me pas veshën halal dhe më lut për mirë, mos më lutën për keq. Forma, vetë sa i përket asaj anës praktike të lutjes, forma më e mirë është kur dojmë me bë dua me falendëru mas pari Allahun, pastaj me thu salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj me bë duan, pastaj me falendëru Allahun, me thu salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka është duaja? Sa nuk është edukat shumë, edhe pse lejohet, s'ka asnjë problem, që jetën e to Allah këto. Lejohet, por nuk është edukata e duhur. Edukata e duhur është me falendëru Allahun, elhamdulillah, subhanallah, fjalë madhrimi për Allah subhanahu wa taala, pastaj me thu salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj me thon duan që ki me thon, pastaj me përfundu gjithashtu me falëndërim ndaj Allahut dhe salavatën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam.